Njerëzit më të dashur të Allahut. Një pyetje një karakteri të veçantë mund të lindë natyrshëm në mendjen e çdo njeriut. Si është e mundur që profetët të jenë dërguar për të shërbyer njerëzve, ndërkohë që ata janë më të mirët dhe më të përzgjedhurit e tyre? Kështu ndodh edhe me tregtarin. Ai shkon dhe shpenzon paratë e tij për të marrë diçka që ka më shumë vlerë se ajo dhe është e pamundur logjikisht që dikush të shpenzojë një sasi parash për të blerë diçka që ka vlerën më të pakët apo më të ulët se ato vetë. Kështu pra, pyetja tjetër, por që mbart të njëjtën logjik, është: si është e mundur që profetët të shërbejnë një kategori e njerëzish, të cilët janë më pak të vlerëshëm se ata? Në fakt, kjo është një pyetje që do të zhbëhet menjëherë, sapo të njihemi me gjykimin e Allahut të madhëruar dhe mënyrën se si vendosin shërbëtorët e njerëzve te konsideratat dhe vlerësimin e tij. E vërteta është se Allahu i madhëruar e pëlqen shërbimin ndaj njerëzve dhe i do ata që u shërbejnë atyre. Në një transmetim prej profetit të nderuar, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, citohet që ai të jetë shprehur dhe të ketë thënë kështu: I gjithë njerëzimi është pjesë e familjes së Allahut të madhëruar. Njerëzit më të dashur të Allahut janë ata që u shërbejnë më shumë familjarëve të tij. Për Imam Sadikut, paqja e Allahut qoftë mbi të, transmetohet që të ketë thënë kështu: Është pyetur i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, se cili është njeriu më i dashur i Allahut, dhe ai ka thënë: më të vlefshmit për njerëzit. Nisur nga sa u përmend më sipër, mund të themi se kontributet e profetëve dhe njerëzve të përzgjedhur të Allahut janë shprehje e dashurisë së tyre të pandërprerë për Allahun e madhëruar dhe rrugtimit të tyre drejt tij. Interesimi i tyre nuk është i lidhur ngushtësisht me kënaqësinë e njerëzve, me vlerësimin dhe konsideratën e tyre. Lidhur me këtë aspekt, Allahu i madhëruar thot në Kuranin e famlartë: Ne ju ushqejmë ju për hir të Allahut, nuk presim prej jush shpërblimin e as falënderimin.